Jemi rikthyer në pjesën e tretë të mesditës për ditën e sotme dhe do të flasim për një ngjarje të rëndë që ka ndodhur në Angli ku një i ri shqiptar është vrarë me thikë dhe sipas mediave ndërkombëtare viktima është Lorika Bazi, 22 vjeç. Ngjarja e rëndë ka ndodhur rreth orës 1:15 ku shërbimet e urgjencës në fakt kanë gjetur 3 të rinj të qelluar me thika. Bazi ishte transportuar me urgjencë në spital, por pavarësisht përpjekjeve të mjekëve kishte ndërruar jetë. 2 të tjerë të moshës 21 vjeç që janë dërguar gjithashtu në spital dhe njëri prej të cilëve mbetet në gjendje kritike për jetën. Aktualisht policia ka arrestuar 7 persona në lidhje me krimin, 3 janë autor të dyshuar të vrasjes, 2 vajza 25 vjeçe dhe një djalë 28 vjeç dhe sipas BBC-s, njëra prej vajzave është liruar me kusht. Detajet rreth këtij rasti do t'i mësojmë tani në një lidhje të drejtë për drejtë nga Anglia. Kemi avokatin Naim Hasani. Zotri Hasani, përshëndetje. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Një ngjarje mjaft e trisht kjo, një përleshje po them mes të rinjve që rezultoi edhe me vrasjen e Lorika Bazi. Cilat janë të rejat nga atje? Absolutisht, në radhë parë duhet t'ju përcjell mbështetimet e mia të sinqerta gjithë familjes së Lorika Bazit, një djalë i ri shqiptar që kishte gjithë jetën në ëndrrën e tij përpara, e cila u shua kaq shkurt dhe kaq mënyrë tragjike. Siç e theksuat edhe ju, ditën e shtunë duke u kthyer e dila në datë 15 shkurt, autoritetet policore të zonës së Croydon në Londrën jugore kanë marrë një njoftim për disa individ të lënduar në një zonë të Croydonit dhe policia ka arritur menjëherë në vendngjarje dhe ka konstatuar që 3 persona ndodheshin të plagosur, 3 të rinj, dhe njëri nga këta ishte i riu shqiptar Lorika Bazi, i cili faktikisht është dërguar me urgjencë në spital, por faktikisht nuk ka mundur të mbijetoj plagëve, se pasi është qelluar me thikë dhe ka gjetur vdekjen në këtë incident shumë tragjik dhe thosha një farë revolte në opinionin publik në Britani, sepse nuk është e para vrasje që ndodh me të rinjt jo vetëm në atë zonë, por në pjesa ndryshme të Londrës, por policia britanike ka arrestuar, siç e thatë edhe ju, 7 persona, ato 2 vajza 25 vjeçë dhe një djalë 28 vjeç, të cilët janë vënë zyrtarisht në akuzë për vrasje me paramendim dhe po mbahen në institucionet e burgjeve në Britani, por kanë qenë plotësisht 7 të arrestuar dhe këta edhe 2 djemë dhe 2 vajza të tjerë në moshë 21 dhe 22 vjeçare, të cilat 2 individ, 2 djemë të tjerë kanë qenë me plagë, njëri ndodhet me plagë në thika, njëri ndodhet në gjendje të rëndë në spital dhe tjetri është liruar nga spitali, por është arrestuar nga policia. Vetëm një vajzë 21 vjeçare është liruar me kusht për të paraqitur gjatë kohës që zhvillojnë hetimet, por 7 persona janë arrestuar, 6 janë në burg dhe një vajzë dihet në gjendje të lirë. Autoritetet britanike, policia dhe detektivët që po hetojnë këtë çështje e kanë përcjellur këtë lajm në gjitha mediat britanike dhe kanë kërkuar ndihmën e opinionit publik të çdo personi që ka DNA ose ka video ose ka informacione në lidhje me rrethanat dhe shkaqet që kanë çuar në këtë incident mjaft të rëndë. Deri më tani nuk është në bazë të asaj që po kuptojmë nga ajo që ju po thoni, ende nuk janë të qarta motivet edhe për policinë madje. Faleminderit, jo, akoma as policia nuk ka arritur të mësoj detaje shumë të mëdha për arsyet që kanë çuar në këtë incident mjaft tragjik, ku humbi jetën i riu shqiptar, por kanë kërkuar ndihmën e publikut, ndihmën e komunitetit shqiptar, ndihmën e çdo personi që mund të ketë çfarëdo dienie, çfarë mund të kenë biznese lokale që mund të kenë pas kamera sigurie ose çdo individ që ka informacion për motivet, për arsyet se mund të kenë ndodhur ky incident, absolutisht ta raportojnë në polici në Scotland Yard dhe policia ka vënë në disponim një numër telefoni
kërkojmë për t'ju përgjigjur dhe për çdo informacion, padyshim që mbeten anonim çdo person që jep informata të vlefshme për sa i përket hetimit. Deri tani policia dhe Scotland Yard duke referuar po ashtu edhe mediat britanike janë referuar burimeve të policisë që akoma nuk ka një motiv apo arsye sepse ka ndodhur ky incident dhe ngjarja po hetohet në mënyrë aktive nga detektivet e Scotland Yard. Qartë. Ndërka që dihet cila ka qenë marrëdhënia e tashmë të ndjerit Lori Kabazi me të gjithë këta të cilët po akuzohen? Policia nuk ka dashur dhe detektivet që po hetojnë çështjen nuk kanë dashur të spekulojnë me arsyet sepse ose çfarë marrëdhënie ka pas ka pasur viktima me personat që janë përfshirë në këtë incident ku ai humbi jetën. Por për dy arsye. Radhë parë se detektivet dhe policia duhet të jetë të sigurt në informacionet që mbledhin dhe informacionet që ta japin për media, dhe në anën tjetër policia duhet të mos lëndojnë familjen e të ndjerit dhe të respektojnë privatësinë e tyre në periudhën e zisë që ka ndodhur kësaj familje dhe po ashtu edhe vetë familja kanë kërkuar privatësi në këtë periudhë shumë të rëndë për ta dhe janë liaison officer, janë punëdhënës të policisë të veçantë që po janë pranë familjes dhe i japin update, i japin informacione për çdo orë, për çdo ditë për zhvillimin e hetimeve. Zotëri Hasani, pra po thoni në fakt sepse isha duke të pyetur në rast se vetë familja ka dalë me ndonjë komunikat ose prononcim, duke zbuluar ndonjë detaj të vogël në rast se i biri tyre ose personi afërt i tyre ka pasur ndoshta ndonjë zënk me diko ose diçka të ngjashme, nuk ka të tilla deklarime deri më tani? Policia është kujdesur për familjen dhe ka liaison officer që janë që janë zyrtarët e policisë që komunikojnë me ta dhe i shpjegojnë çfarë ndodh gjatë hetimit, por familja nuk ka dhënë asnjë detaj për shkaqet që mund të kenë çuar në këtë incident mjaft tragjik dhe pasi të plot për të vajtuar humbjen e djalit të tyre. Një djalë i ri, një djalë me shumë premisa, që kishte ëndra shumë të mëdha dhe ata kanë thënë vetë që një dritë e fortë e shuar në familjen e tyre dhe kërkojnë privatësi gjatë periudhës mbortit. E qartë dhe kuptueshme kjo sigurisht. Megjithatë, ka pasur deklarime nga familjarë dhe të akuzuarve, dihet nëse të njëjtit kanë qenë problematik ndër vite apo ka qenë ndoshta kjo një zënk e momentit që ka rezultuar pastaj me fatkeqësi. Gjitha kjo është faktikisht një farë enigme dhe policia nuk po jep asnjë informacion, por siç e thashë më parë, duhen të sigurohen që të mbledhin prova të vlefshme për arsye sepse tre persona janë akuzuar drejt për drejt për vrasjen e Lori Kabazit dhe policia faktikisht kërkon të mbledh informacione, por pjesëtarët familjarët nuk është një sistem tjetër në Britani të familjarët nuk japin informacione që mund të vlerësojnë më shumë ose zhvlerësojnë hetimet e policisë dhe çdo informacion që kanë të japin në kanale zyrtare dhe nëpërmjet policisë në përgjithësi nuk kanë deklarate nëpër media, por ata thjesht kanë dhënë një deklaratë të përgjithshme duke i kërkuar mirëkuptimin e opinionit publik me dhimbjen e tyre dhe duke lënë që ata të merren me dhënien e lam të mirë së djalit të tyre. Pra, është faktikisht një farë mungesa e informacionit nga ana e detektivëve dhe policisë për arsye pse ata vetë nuk kanë ndoshta të sqaruar akoma eksakt rrethanat në të cilat këta persona janë përfshirë në një përleshje të tillë dhe i riu shqiptar ka humbur jetën. Mos harrojmë janë edhe dy persona të tjerë në moshë 21 dhe 22 vjeçare, të cilët janë lënduar, po njëri nga ata është në gjendje të rëndë për jetën dhe duke parë që është një hetim kompleks i gjerë në cilën policia kërkon edhe ndihmën e publikut, prandaj
i ka bërë apel në gjitha mediat britanike dhe ky rast është përcjell nga çdo media në Britani dhe ka kërkuar ndihmën e opinionit publik, ndihmën e qytetarëve, ndihmën e çdo njeri që e ka njohur Lorikun dhe ka pas informacione sado pak të vlefshme për arsye hetimi që të kontaktojnë policinë dhe të japin informatat e tyre në mënyrë që kjo ngjarje të zbardhet sa më shpejt, një në radhë parë për familjen, për viktimën e familjen e tij dhe së dyti për të qetësuar opinionin publik dhe banorët lokal, sepse është një vepër shumë e rëndë dhe autoritetet policore duhet të zbardhen dhe të hetojnë sa më parë këtë çështje dhe në paradrejtësisë individët përgjegjës për vrasjen e një njeriu shqiptar. Zotëri Hasani, një pyetje krejt fundit për përmbyllur këtë bisedë. Sa të shpeshta janë ngjarje të tilla, sidomos në atë zonë dhe është raportuar edhe më parë për shqiptarë të përfshirë? Faktikisht vrasje ndodhin në Londër, siç ndodhin në çdo metropolitan të botës, në qytete të tjera, por në vitet e fundit, faktikisht në 2 vitet e fundit, sidomos vitin që kaloi, ka pasur një rënje mbi 20% të veprave kundër personit dhe sidomos numri i vrasjeve ka psuar një rënje të paktën 20% dhe siguria në rrugët e Londrës normalisht është garantohet nga autoriteti policor i Scotland Yard, që është një polici me shumë eksperiencë, por është fatkeqësi që vrasjet ndodhin dhe ajo që është aq e rëndësishme është që autorët e kësaj vepre mjaft të rëndë ku humbi jetën e njeriu shqiptar të vihen policia të mbledh provat e mjaftueshme dhe organet e drejtësisë të vënë para drejtësisë personat përgjegjës dhe të marrin dënimin maksimal dhe ju siguroj opinionin publik dhe familjen se drejtësia britanike do të veprojë me dorën më të ashpër dhe absolutisht asgjë nuk e sjell në djalin e tyre, por jam i sigurt që vendimet e gjykatave dhe drejtësisë britanike do të jetë të ashpra pa asnjë mëshirë mbi kriminalët që i shkaktojnë këtë tragjedi kaq të madhe familjes Abasi. Hasani, ne të falenderojmë ty që ishe sot pjesë e mesditës për t'i dhënë gjitha këto sqarime mbi këtë fatkeqësi që ka ndodhur atje. Faleminderit. Faleminderit shumë. Uroj që të mos diskutojmë më për raste të tilla, por të flasim për gjëra më të bukura. Faleminderit shumë që ishe në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Ndërkaq, shikues të nderuar, ne me këtë bisedë dhe mbyllim mesditën për ditën e sotme, por sigurisht takojmë nesër në orën 12. Mirëmbëjtje.